Unë e kam nisur punën e antropologjisë në janar të 73-shit, 1973, duke sakrifikuar karrierën mjekësore, sepse unë kam mbaruar fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës në 72-shin. Në janar të 73-shit ju përgjigja ofertës së kryetarit të atëhershëm të Akademisë Shkencave, profesor Alex Budës, për të dhënë ndihmën time në sqarimin e mëtejshëm të problemit madhor të etnogjenezës shqiptare, sipas rekomandimit që bën studiuesit e fushave të ndryshme, duke përfshirë dhe një antropolog që morën pjesë në kuvendin e parë të studimeve albanologjike ose të studimeve ilire që u zhvillua me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, duhet të themi, në Tiranë në tetor të vitit 72. Pra unë e fillova këtë punë në janar të 73-shit. Unë duhet fillonja punën në, po themi, mbas shtatorit të 72-shit, dhe në tetor më erdhi rekomandimi mbas kuvendit studimeve para ilire, takova profesor Alex Budën, është një histori që nuk ja vlen ta themi, dhe ai më propozoi me rekomandimin e ministrit të atëhershëm të mjekësisë, dhe vendosën që mund të isha i përshtatshëm, me që kisha një background jo thjesht mjekësor, por edhe në shkencat albanologjike, meqense nëna ime ishte përgjegjëse e sektorit albanologjisë në bibliotekën kombëtare. U quajt e përshtatshme që profesorit të më propozonte për të kaluar për të marrë me studimet antropologjike në kuadrin e shkencës albanologjike. Unë mund vazhdojnë për mjekësi, po nëna më tepër më mbushi mendjen që me që merrej edhe ajo me studimet e bibliotekës kombëtare në fushën e albanologjisë, pranohej. Plusi ishte personaliteti i profesor Alex Budës. Dhe e pranova. Antropologjia që nga krijimi i saj ka kaluar një odise shumë të gjatë. Sot po të flasim për antropologjinë, është shumë e diversifikuar. Me atë që u mora unë ishte thjesht një antropologji historike ose mbi baza gjenetike dhe biologjike. Sot ne kemi një zhvillim të gjithanshëm, pra nga ajo antropologjia e fillimit, sot është shtrirë në aspektet sociale, në aspektet kulturore, sa që janë darë edhe dek të veçanta të antropologjisë. Kemi antropologji të personalitetit, antropologji kulturore, antropologji sociale, antropologji të ligjit, e kështu me radhë. Vetë termi antropologji në esencë do të thotë krahasimi i popujve. Krahasim biologjiko-gjenetik, krahasim kulturor, krahasim social, krahasim në bazë të ligjit, në bazë të personalitetit, në bazë të komunikimit, sepse komunikimi në popull të ndryshëm ose në një tërësi të popujve është i ndryshëm. Ndryshe komunikojnë, po themi, popujt nordik, e ndryshe popujt mesdhetar. Kuptohet, këtu ndërhyjnë shumë faktorë, edhe klima, po themi, historia e këtyre popujve e tjera e tjera. Do të thënë kanë ndryshime që i interesojnë antropologjisë. Pra, qëllimi kryesor i antropologjisë është të verifikojë me mjete të ndryshme të aspektit biologjik, të aspektit gjenetik, kulturor, social, në përshtatje të ligjit, të personalitetit, të komunikimit, të shofi ku janë pikat e ndryshme dhe pikat e përbashkëta që përqafojnë popujt e ndryshëm në sferat përkatëse. Ky është qëllimi përfunditar. Ku ka dallime dhe ku ka afrime midis kulturave, midis popujve, midis biologjisë, midis gjenetikës, midis popujve ose grup popujve të ndryshëm. Ky është qëllimi kryesor. Në datën 3 janar të 73-shit, unë u paraqita ku është muzeu arkeologjik. Në atë kohë kanë qenë pjesa e arkeologjisë dhe etnografisë.
edhe mu tha që do punosh këtu duke u marrë me ekipin e arkeologëve dhe të etnografëve. U prezantova me gjitha të, unë pata fatin e mirë që profesor Hasan Ceka, sapo do dilte në pension, edhe më liroi tavolinën e tij që e kishte që nga koha e përparshme. Një mrekulli. Unë u çudita ç'ne ky profesor i nderuar ma la vendin mua. Dhe në zyri isha me Vimosten Budin dhe me Bepi Ubanin, që kanë qenë nga personalitetet e shkencës arkeologjike shqiptare. Më tej, ke pjesa e etnografisë, profesor Rogzojzi. Dhe mbi të gjitha, me atë që kam pasur shumë me fjalë që më kanë ndihmuar jashmase në aspektet etnografike me Abbas Dojakën, që nuk ronë sot as profesor Roku nuk, po unë kam respekt të jashtëzakonshëm për këto personalitetet të shkencës shqiptare. Unë sa po hynja në muze, rrugës takova profesor Selim Islamin. Nuk e njihja, edhe ai më prezantoi me drejtorin e muzeut që në atë kohë ishte Myrzafer Korkuti. Dhe unë gjitha lart edhe u prezantova për herë të parë me këta. Pastaj, natyrisht duke u zgjeruar rrethi, duke u interesuar edhe arkeologët e tjerë, edhe etnografët e tjerë, unë kam pasur një 22 vjet, unë kam pasur një marrëdhënie të jashtëzakonshme me arkeologët dhe me etnografët shqiptar, që unë nuk mund t'i harroj sepse gjysma e karrierës time shkencore u detyrohet pikërisht kontributit të tyre. Jo vetëm atje në muze, po edhe në ekspedita. Unë kam bërë ekspeditat përbashkëta edhe me etnografët, edhe me arkeologët. Në pjesën arkeologjike, unë kam marrë pjesë në 37 ekspedita arkeologjike në teren, për detyrën që kisha për të nxjerrë skeletet e epokave përkatëse. Në pjesën etnografike kam shoqëruar etnografët për të studiuar ato pjesë të antropologjisë që i takonin antropologjisë social-kulturore, për shembull lidhjet martesore, zonat etnografike, rrethinat në kuadër të zonave etnografike, mentaliteti, vlerat kulturore, njësitë që lidheshin me zonat kulturore përkatëse. E kështu me radhë, të cilat unë i kam paraqitur edhe në një monografi që është botuar në 2017, që lidhet me antropologjinë etnike të shqiptarëve. Fillimisht më 85-ën u botua monografia ime e parë, Gjurmime antropologjike për shqiptarët. Unë kam qenë gjithë i parimit, duhet të shohim ç'kan kanë bërë të tjerët, që unë të vazhdojnja punën që kanë bërë të tjerët, natyrisht duke marrë parasysh edhe, po themi, komplekset e tyre e tjera e tjera. Dhe e bëra këtë punë fillimisht dhe i botova materialet e para më 85-ën në librin monografi Gjurmime antropologjike për shqiptarët dhe çuditërisht u paraqita, më bën një ftesë për në Palermo për mora çmim Pitre Salomon Marino në raundin e tretë të antropologjisë etnokulturore të shqiptarëve. Kjo ishte puna e parë që kam bërë në kuadër të antropologjisë mbi shqiptarët. Në Muzeun Arkeologjik kam krijuar laboratorin e parë që lidheshe me përpunimin e materialeve skeletike që vinin nga ekspeditat. Përpunimin e skeleteve, që skeletet në ekspedit mund të jenë edhe të shpërbëra. Duhet të konsumojnë një ditë të caktuara për t'i sjellë në Terezi për të bërë të përshtatshëm për të bërë matjet antropologjike. Për këtë qëllim shërbeu laborator, që të bëhesh i krahasueshëm me popujt e tjerë, me studimet e popujve të tjerë, edhe aparatura duhet jetë e unifikuar. Dhe fati im i madh që Instituti i Historisë, nga cilat vareshe sektori arkeologjisë dhe i etnografisë, më ndihmuan
që të sillin aparaturën nga Zvicra, që është një aparaturë e unifikuar për kërkimet antropologjik, ato që përdorin gjithë vendet perëndimore. Kështu që edhe të dhënat që thash unë në artikujt e mi të mëvonshëm ishin të certifikuar, sepse po themi matjet ke të gjallët dhe ke skeletet bazoheshin në një aparaturë që ishte e unifikuar. Unë kam pas fatin që kem pas të bëj me personalitete të fushave të albanologjisë, qoftë nga pjesa e arkeologjisë, qoftë nga etnografia, qoftë edhe nga historia. Unë kam pas lidhje të ngushta me të gjithë këta. Domethënë, ishte fati im që u lidha me personalitetet të botës shkencore shqiptare. Dhe prandaj edhe kur kam referuar në kuvëndet mbarkombëtare të albanologjisë në Shqipëri, po edhe në kongreset e antropologjisë botërore, kam disa aktivitete që kam mbajtur kumtesa në këto kongrese. Unë jam përpjekur që atje të sjell edhe frymën e këtyre personaliteteve shqiptare. Natyrisht në fushën e albanologjisë, përkatësisht në pjesën e antropologjisë. Specializimi i parë, sepse unë erdha nga fusha e mjekësisë, e dhash disa provime pas universitare, edhe për histori, për etnografi, për arkeologji, më duheshe patjetër një specializim në fushën përkatëse, dhe specializimin e parë e kam bërë në Republikën Popullore të Kinës, 77-78. Fati im i madh që profesori që më ka udhëhequr, që më ka dhënë bukën e gojës, unë s'mund ta mohoj, ishte Uzhukani, një personalitet botëror shpiksi, jo shpiksi, po zbulusi i sinantropit që përbën stadin e dytë të shoqërisë njerëzore, stadin e pitekantropit. Në historinë e paleontologjisë së njerëzimit përbën një stad të caktuar të zhvillimit kulturor të njeriut që lidhet me pitekantropin, me stadin e dytë të zhvillimit, bashkë me një profesor amerikan, Weidenreich. Është një nga, po themi, nga studiusit më në zë të botës shkencore të paleoantropologjisë botërore. Unë me respekt të madh, unë e kujtoj edhe sot e kësaj dite, jo vetëm profesorin, po edhe asistentët e tij që bën çmos që mua të më jepnin elementet kryesore teorike se si duhet punuar në antropologji. Pastaj më vonë, natyrisht që mora edhe specializimet tjera në Rom, në shkollën franceze, në Vjenë, në Stockholm, e kështu me radhë, për aspektet veçanta të antropologjisë sociale, antropologjisë kulturore dhe të antropologjisë fizike, edhe në Gjermani, në universitetet e Mainzit dhe të Ulmit, për probleme speciale të antropologjisë. Për shkak të veprimtarisë time, aq sa ishte shkencore, mua akordua një bursë nga Fondacioni Alexander von Humboldt, që është fondacioni më i shquar në aspektin e federal gjerman, që merret me avancimin e shkencës. Dhe mendova, aplikova, dhe mu dha mundësia për të zhvilluar një temë pas doktorale, se doktoraturën e kisha mbrojtur në Shqipëri. Më shërbeu shumë përvoja 18 mujore e qëndrimit në Universitetin e Mainzit dhe të Ulmit në Gjermani. Mora gjithë materialet që duheshin përpunuar atje, me metodat bashkohore, dhe gjithë këtë material të përpunuar në Gjermani, unë e solla në Shqipëri, por para se të vinja në Shqipëri, unë votova, se kisha detyrimin, për shkak të kësaj teme, që ta votonja në Gjermani, e kupton, e kam votuar në Gjermani, ishte atëre, po, domethënë, gjithë esenca ishte të dhënë kontribut për paleoantropologjinë e Shqipërisë edhe për aspektin, po themi, etnik të shqiptarëve. Këtë bëra në Gjermani. Për sa i përket problemit i lirë, Iliria, ju me siguri e dini që shtrihej që nga jugu i Slovenisë deri në atë që quhet Epiri grek me pa drejtë. Se Epiri në fundit
si që thonë historian të vjetër grek, ka qenë territor barbar, pra jo grek. Kështu? Atëre kjo është Iliria në kuptimin gjeografik të fjalës. Për Ilirët ka pasur studime shumë interesante edhe nga pjesa e ish Jugosllavis, profesor të shquar, që kanë marrë pjesë në kongreset tona për Ilirët, edhe e kam vërtetuar këtë punë, që Ilirët, pavarësisht nga mbretëritë e ndryshme që krijuan, në fundit ishte bërthame njëjtë. Kontributi i antropologjisë është për këtë që nga Slovenia e deri në pjesën e Epirit, skeletet që kemi nxjerrë neve, në Epirin, domethënë në pjesën poshtë Vjosës, po them, territorin shqiptar, vërtetojnë një lloj uniteti, që ka ndryshuar në krahasim me popullsitë para helene, para ilire, para thrake. Ama sepse ka pasur po themi një paraardhës të përbashkët pellazg. Nga pellazgjishja ne kemi shumë pak fjalë, por ama dihet tashmë nga shkenca botërore që nga pellazgët rrjedhin, domethënë ilirët në perëndim, thrakët në lindje, helenët në jug. Pra është një histori që përshkon si film. Kush është kontributi i antropologjisë që nga periudha pellazge, po themi nga neoliti e neolitit, me lindjen e etnosit ilir, ne të vërtetojmë a ka ndonjë gjë të veçantë në territoret ilire. Dhe unë mendoj se jam duke punuar për një monografi për paleoantropologjinë e Shqipërisë me një shumicë skeletesh, gjithandej si në veri, për ato krajina që i takojnë ish Jugosllavis, ku kanë punuar profesorët e antropologjisë në atë kohë, edhe në territorin tonë ne kemi një lloj uniteti, si thuash, antropologjik të ilirëve, pavarësisht që kanë qenë mbretëri të vogla ose të mëdha, po që kanë qenë ilire. Pra në pjesën e ilirëve nuk kemi ndonjë problem të veçantë. Problemi jonë historik është nga ilirët tek arbrit. Dhe ka një arsye historike, se nga shekulli i 6 deri në shekullin e 11 nuk përmenden më pasardhësit e ilirëve në burimet historike. Këtë detyrë mund ta plotësoj antropologjia. Dhe ne kemi studime edhe për këtë epokë. Dhe duket që natyrisht që ka edhe mbeturina, sepse kanë kaluar edhe dyndjet barbare e tjerë, po ama ka mbetur diçka edhe nga pjesa ilire. Por nuk jam për atë që është thënë kështu rëndom vazhdimësia iliro-shqiptare. Kërkon akoma argumente të mëtejshme. Nuk mund ta pranojmë motamo që arbrit e mesjetës së janë detyrimisht pasardhësit. Pse s'mund ta pranojmë? Sepse kanë kaluar shekuj të tërë me ndërhyrjen e popujve të tjerë, deri ke slavët e jugut, që patjetër që kanë lënë gjurmë. Ama një bërtham, neve e kemi kapur edhe me këto studime, që ka një bërtham të qëndësishme. Pse? Sepse deri në shekullin e 11, popullsia arbrore u shpërngul tutje në vend, në kënetat e Bregdetit, natyrisht që kishin dorë të lirë edhe këto dyndjet barbare, ama në malësin mbeti kjo popullsi dhe ne kemi të dhëna edhe nga prapatoka, edhe nga kolonit e Bregdetit. Edhe në kolonit e Bregdetit, në Durrës, në Apolloni, në Butrin, ne kemi vërtetuar antropologjikisht që me kalimin e kohës, ilirët duke qenë në periferi të këtyre kolonive, për shkak të humbjes së prestigjit, për shembull në Apolloni, kur u luazua Apollonia, kur Vjosa ishte në buzë të Apollonisë, me tërmetin e famshëm, iku Vjosa, humbi dhe rëndësinë e vet, Apollonia u detyrua për arsye sociale ekonomike të pranonte ilirët e prapatokës. Dhe ne kemi të dhëna, i kam studuar me një profesor hungares, cili është kontributi i qytetit Apollonisë dhe me kalimin e kohës, pse u pranuan ilirët, po ata i vullën në fundit. Edhe këtyre qyteteve, po themi që
në origjinë ishin greke ose ishin romake. Se kemi dhe Apollonin, kemi Dursin, që është më i hershëm, kemi Apollonin, kemi Butrindin. Natyrisht që themelimi i tyre mund të ishte nga kolonistët grek, ama me kalimin e kohës hyn edhe elemente nga prapatoka, ato mund mos kenë qenë të braktisura, por i shfrytzuan sepse helenizmi, po themi, ose Greqia e lashtë kërkonte ekspansion. Janë bërë lufta të mëdha brenda territorit helen dhe kërkonin ekspansion dhe gjetën bregdetin shqiptar dhe i themeluan këto koloni. Unë them me modesti që ka një farë vlere. Ose, si me thënë, kanë një farë vlere edhe këto të dhënat e antropologjisë. Mund të të përmend një shembull signifikant. Kemi nga periudha neolit e neolit, ka qenë një periudhë paqësore e ashtu quajtur pellazgjike, me një zhvillim kulturor të jashtëzakonshëm. Vjen bronzi i hershëm dhe për këtë merita i takon profesor Çesprendit, që shkoi në Maliq, kur ishte duke u tharë këneta e Maliqit, dhe na del një qeramik krejt e ndryshme, e zezë, kot më kot në krahasim me atë qeramikën elegante të periudhave të mëparshme. Këtu është një nga problemet themelore të etnogjenezës së ilirëve, të prejardhjes së ilirëve. Këta të bronzit hershëm, çfarë ishin? Nuk janë formuar akoma ilirët si etnos. Dhe ka teori të ndryshme. Teoria deri në fund të viteve 80 është që kjo lidhet me ardhësit nga e kulturës kurgane, do të thënë nga verilindja e Evropës. Tashi ka edhe mendime të tjera që jo, këto kultura e bronzit hershëm në Shqipëri ka elemente të periudhave të mëparshme. Po, nuk mund të jenë. Problemi është këtu. Këta ardhës që me sa duket kanë qenë në numër shumë të pakët me popullsinë vendase, nasohen diçka. Çfarë nasohen këta arsit? Idiomën indo-evropiane. Idioma indo-evropiane është futur në këto territore në periudhën e bronzit të hershëm. Dhe kjo periudhë, kafkat e kësaj periudhe, janë kaq kokëgjata, po themi, që nuk afrojnë me ato të periudhave të mëparshme. Mbas bronzit të hershëm fillon gradualisht një lloj simbioze, sepse u përqafua idioma indo-evropiane. Këta ishin me pakic, me siguri se këta mund të kenë ardhur nga stepat kurgane, po derisa të vinin në territoret tona, kanë kaluar disa faza. Dhe nga bronzi i hershëm e më tutje fillon një simbiozë midis popullsisë vendase dhe këtyre arzëve që ishin të pakët në numër, për të mos hyrë në problemet e zhvillimit të tumave, e të vareve qendrore të tumave e tjera. E kam pranuar dhe arkeologët këtë mendimin tim. Do me thënë që kemi të bëjmë me një popullsi ardhëse, po në numër të pakët. Ama në lanë diçka, në lanë një idiomë gjuhësore të re. Idiomën indo-evropiane. Unë për këtë jam. Vendvarosjet në tuma nuk kanë qenë karakteristike për pjesën para bronzit të hershëm. Do me thënë, me fillimet e bronzit, fillon varimi në tuma. Madje në territoret greke të sotme, edhe mëtej kanë ardhur pak më vonë se sa në territoret e Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo na bën të kuptojmë që mund të kenë qenë ilirët që i kanë përdorur për herë të parë varimin në tuma. Unë jam duke punuar për monografinë e fundit për paleoantropologjinë e Shqipërisë dhe aty trajtohet me hollësi ky problemi që nga krijimi i tumave deri në vazhdimsinë që ndodh me skeletet që janë zbuluar në këto tuma. Ka vare qendrore që nuk lidhen me popullsinë vendase. Tash duhet ta pranojmë. Skelete me kokë shumë të gjatë që s'kan të bëjnë me ilirët, s'kan të bëjnë as me popullsitë e përparshme neolitike të Shqipërisë, që s'kan qenë kaq kokëgjatë, por përveç kësaj ka disa të dhëna rituale.
të karakterit ritual që nuk njiheshin më përpara. Për shembull skeleti me këmbë të mbledhura. Gjysma e skeletit me, po themi, me pigmentin okër. Janë tipike të një zone shumë më të largët. Tash mos e pranojmë këtë. Ne mund të pranojmë tjetrën që na erdhën me këta ardhës, na erdhi sindroma indo-evropiane. Dhe kjo lloj idiome gjuhësore e re nuk është se erdhi vetëm ke neve, erdhi gjatë gjithë rrugës, pra nga verilindja evropiane, nga zonat e Ukrainës jugore, nëpërmjet Polonisë, Çekisë, Ukrainës etj. Qëndruan një kohë gjatë në territorin e Hungarisë së sotme, ku krijuan vendbanimet e tyre, dhe një pjesë e tyre shumë e vogël zbriti deri në territoret tona. Ne kemi të dhëna nga varet qendrore të tumave në Shqipërinë jugperëndimore dhe në Shqipërinë juglindore, që flasin për një popullsi vetëm, domethënë vari qendror është ndryshe në pikpamje skeletike, ndryshe nga varet që e rrethojnë këtë varin qendror. Tash duhet ta pranojmë. Sa gjëra duhet i pranojmë. Ama na bën një nder në thonjza se na futën një idiom gjuhësore, na futën disa koncepte rituale, siç është formimi i tumave, siç është palosja e skeletit në gjunjë, që nuk ndodh më vonë. Më vonë skeletet u varrosën direkt në tokë, jo me këmbë të mbledhura, jo me ngjyrë okër, po skeletet të drejtuara nga lindja perëndimi. Jo, në atë kohë në bronzin e ershëm nuk ishte kjo tradit, po them për varet qendrore. Megjithatë kanë qenë shumë të pakët në krahasim me popullsinë vendas. Në disa konferenca kam folur për këto problemet etnike të ilirëve, vazhdimsinë iliro-shqiptare e kështu me radhë. Në konferenca të tjera, që kanë qenë më delikate për neve, kam folur për tiparet epigjenetike. Nëpërmjet tipareve epigjenetike në skeletet, kam menduar të trajtoj, duke i përpunuar të dhënat e këtyre tipareve me metodat moderne të analizës diskriminante ose me ato klasterat e famshëm, të tregoj deri ku shkon vazhdimësia nga një epokë në epokën tjetër. Pra, problematika që kam trajtuar në konferenca ndërkombëtare ka qenë e ndryshme. Për herë të fundit, i kam trajtuar këto që tham në 2 konferenca. E para në kuvendin mbarkombëtar të albanologjisë që u mbajt në Tiranë para 2 vjetësh. Dhe së fundin në Gjermani, në një konferencë ndërkombëtare që lidheshe me origjinën e gjuhës. Nuk di nëse janë, nuk e di nëse janë trajtuar me një farë interesi nga publiku shkencor shqiptar. Po debatet kanë qenë produktive. Po këtu ke neve duhet bëhet debat. Edhe ne kemi shkencëtarë shumë të mirë. Pse nuk bëhet debat? Nuk e duan kontributin e antropologjisë? Pse nuk bëjnë debat? Ndoshta për shkak të mungesës së kontakteve. Unë punoj këtu, zvjen njëri të më thotë, ore çun, këtë punë që ke bërë, na thuaj në gjë që të bëjmë një farë debati. Nuk bën njëri debate. Ke parë në një debat shkencor të mirëfill, qoftë edhe në televizionet shqiptare. Unë mezi e pres të më thresin në një debat të tillë, s'kujtohet njëri. Ç'është e vërteta, antropologjia ka marrë një zhvillim, unë ua thash që në fillim, ka antropologji biologjike, gjenetike, kulturore, sociale, të ligjit, e kupton? Në fushat ndryshme, sepse qëllimi përfundimtar i antropologjisë të tregoj cili është dallimi midis grup popujve në shumë aspekte, edhe në aspektin biologjik, kulturor, social, ligjor, të feve, po të duash, pse kemi shumë fe. Edhe ky është një problem antropologjik. Në fushën e sportit, ku të duash, në fushën e artit, do të thënë, sa herë që shikojmë ndryshime midis grupeve të popujve,
duhet të studioj antropologjia, prandaj ka shumë antropolog. Unë kam pasur fatin e madh që nga 2011 erdha ke Universiteti Evropian i Tiranës. Jo se jemi këtu ke ky universitet, po ishte fat për mua, sepse mu dha mundësia që krahas procesit akademik, mësimdhënies, se unë kam 50 vjet që jap mësim, po e kam këtë mundësi që të punoj edhe për vepra shkencore. Ky është fati i madh për mua dhe për këtë natyrisht që kam një borxh të madh ndaj ish rektorit, po e them, ish rektorit të universitetit e para dhe e dyta që zoti Qili, që ka qenë, si me thënë, themeluesi i universitetit, më pranoi pa asnjë problem në këtë universitet. Dhe unë jam sot me gjithë këtë moshë të thyer që vazhdoj të jap mësim në këtë universitet, se unë nga formimi universitar jam mjek. Kështu që jap anatomin. Anatomin në 2 semestra, se anatomia është lënda e parë me cilën fillon çdo fakultet mjekësia. Veç kësaj, më kanë ngarkuar dhe me detyrën e përgjegjësit të lëndëve paraklinike. Do të thënë, anatomi, histologji, anatomi patologjike etj. Dhe unë jam i detyruar që në fund të çdo semestri të raportoj mbi bazën e një ekspertize se ç'bëhet me të gjitha këto lëndë. Dhe jam i kënaqur, e bëj këtë punë me kënaqësi të madhe. Jam i kënaqur me studentët se më ndigjojnë tjetër punë si dalin pasaj në fund në program. Ama të paktën më ndigjojnë. Edhe kemi dhe studentë vërtet shumë të mirë. Vërtet përpiqen dhe unë kënaqem me rezultatet e tyre. Unë shoh edhe se ç'bëjnë këta të rinjt. Merren me cikërima dhe nuk duan t'ja dinë fare për punën që kanë bërë brezat paraardhës. Kemi sakrifikuar deri ke familja për të punuar, për të dhënë maksimumin e asaj që dimët. Sot se ka njëri të mendja. Shkojnë në ekspedita, merren me një vogëlsi, edhe bëjnë sikur shkruajnë, marrin pjesë në konferencë ndërkombëtare. Kështu është tash. Duam apo s'duam. Dhe njeri nuk interesohet për punën që kemi bërë neve, brezat paraardhës. Dhe nuk i kuptojnë që pa të punën tonë nuk mund të ecën përpara. Shtetet që ecin më përpara, pse ecin? Se merren me punën e brezave paraardhës në mënyrë që të dinë se ku mund t'i tejkalojnë këta breza paraardhës. Brezat e sotëm këneve as duan t'ja dinë fare, merren me çikërima, e thonë, ç'na intereson, ne na duhen titujt i marrin kollaj, edhe me çikërima, ndërkohë që ne me zi kemi marrë këto tituj. Nuk e di si mund zgjedhet, nuk e di. Deri diku unë pranoj që kam qenë i vlerësuar, kam marrë edhe tituj, kam marrë edhe dekorata, që mund t'i fus atje në arkivol, okej. Kam edhe dekorata, kam dhe vlerësime, e kupton, por është e pjesshme kjo punë. E di ç'po na ndodh në Shqipëri, presim sa të vdesi dikushi edhe pasaj t'i thurim lafte. Dhe pasaj të kujtohemi për veprën e tij. Nuk e di pse kështu. Mund ta kem gabim. Po hë për hë, edhe kemi raste edhe nga paraardhësit tanë. Vetëm kur kanë vdekur, edhe në fushën e artit, edhe në fushën e shkencës, edhe në fushën e letërsisë, ku duash ti. Edhe u kemi ngritur hymne. Tashi, unë kur të mbyll syt, ç'më duhen hymnet mua, edhe projektet që trajtova me 2 fondacionet, edhe me Konrad Adenauer dhe me fondacionin e PSD-s gjermane, nuk më dhanë atë rezultat që prisja. Për shembull, projekti me sindikatat, 0. Ju e dini si janë katandisur sindikatat shqiptare. Projekti me shoqërinë civile, bosh. Ç'të bëjna? Shumë drejta biles, mendo të rish 16 vjet, mua më vlerësuan gjermanët, edhe kur vinte puna për seminarit këtu, as pyeste njeri fare se kush i organizon këto seminare. Shumë drejta.
Unë po të mos kisha ndëjtur aq shumë, po të isha në nivel universiteti, sot do kisha mbaruar edhe 3-4 vepra tjera për publikun shkencor, për brezin e ri. Le të kujtohen, sepse nuk do bëjnë gabim të shohin çfarë ka bërë shkenca shqiptare në të kaluar, me të mirat edhe me dobësitë e saj. Sepse kush ecën përpara nga kombet në aspektin shkencor, ata që shohin ç'ka dhënë para teje dhe se si dobësitë e tyre të mund të korrigjohen nga brezi aktual. Po e bën këtë, e kanë plotësuar detyrën e tyre shkencore ndaj vendit. Ky është mesazhi im.